Përshëndetje të nderuar miqtë e mi të kanalit Monitor TV. Ja ku po takohemi me, unë të ta them, me podcastin ton, kushtuar të gjithë artistëve, të gjithë showbizit shqiptar. Jeni këtu me mua Tirona Lilin për të komentuar ditën e sotme lëvizjet e artistëve shqiptar. Ju keni parë një promo, keni parë një reklam që është në emisionin Se luan topi, ku e ftuar është Xheneta Fetau. Do me thënë, Xheneta Fetau, një ish banore Big Brother VIP Kosova, tani si ç'duket ka vënë mirë bukur këmbë në televizionin Top Channel, ku në këndin e le ta quajmë në këndin e vajzës e cila luan rolin e opinionistes në trotuar, Xheneta Fetau vepron fuqishëm edhe në për intervista. Një intervistë që ka bërë buj në për të gjithë rrjetet sociale, akoma pa u transmetuar. Akoma pa u transmetuar intervista ka bërë buj në për të gjitha medien sociale. Xheneta Fetau, ekskluzivisht, sonte në këtë intervistë do të flet për Gjestin, për marrëdhënien e saj me Gjestin, për dashurinë që ka patur brenda shtëpisë së Big Brotherit dhe siç duket, Xheneta ka folur për takimin me Gjestin që ka patur në ditën më të rëndë të jetës së tij. Unë teksa jam këtu me ju, dua të hedh një sy në Instagramin e emisionit Se luan topi, dua të jem i drejt për drejt me ju. Do me thënë, intervista është sonte në orën 18, ku Xheneta Fetau duket që është shumë emocionuar dhe duket që është shumë e thyer për Gjestin. Do me thënë, e ka përjetuar këtë gjë shpirtërisht. Ajo që mua më ka rënë në sy në për komente është fakti se shoh shumica e publikut, disa e besojnë, disa të tjerët e quajnë gënjeshtër nga ana e Xheneta Fetau, do me thënë e quajnë një kamuflash që Xheneta përdorën në fytyrën e saj, vetëm e vetëm për klikime, por Xheneta ka treguar ndoshta rrënjësisht takimin e saj atë ditë me Gjestin. Sonte do tregon në qoftë se ka qenë edhe në shtëpinë e Gjestit për ngushëllime apo për homazhe, për një vizitë për situatën që u ka ndodhur, dhe ashtu siç u tha që në një farë mënyre ndoshta Xheneta ndjen veten se është pajtuar me Gjestin dhe inati dhe mlefi që u krijua pas daljes nga shtëpia e Big Brotherit pikërisht është shuar. Do ta ndjekim intervistën në orën 18, po do me thënë Xheneta duket që qan shumë, lotët e Xhenetës rrjedhin tepër në këtë promon që është publikuar dhe mua nuk mendoj dhe nuk dua ta besoj në asnjë mënyrë që një njeri mund t'i derdhën të gjitha ato lot në mënyrë të rrejshme, në mënyrë të, do me thënë, të pa shpirt, sepse ndoshta ka disa njerëz që nuk e tregojnë atë dhimbjen e madhe që e kanë në zemrën e tyre, nuk e tregojnë publikisht, do me thënë te publiku e mbajnë një fytyrë që ndoshta mund të jetë negative për publikun, por tek vetja e tyre apo në shpirtin e tyre vuajnë shumë dhe në këtë intervistë kështu mu duk Xheneta mua, sikur vërtet e vuan këtë gjën edhe vërtet ka krijuar një lidhshmëri shpirtërore me Gjestin, dhe kjo nuk nënkupton që Xheneta dhe Gjesti, sepse ka shumë portale që akoma pa dalë intervista, do me thënë i kanë dhënë konotacion kësaj gjës, kjo nuk nënkupton që Xheneta dhe Gjesti janë rilidhur, kanë bashkuar zemrën e tyre apo janë bërë çiftë, do me thënë mos dezinformojmë publikun, por mendoj që në këtë rast Xheneta Fetau ka shpjeguar një histori që e ka parë me sytë e saj, do me thënë është dhimbja e madhe që
e ka ploj familjen Kelmendi dhe në këtë rast është prekur shumë kur ajo thot kur e pa gjestin në atë gjendje, gjesti që ishte i hareshëm, gjesti që falte dashuri, gjesti që falte pozitivitet, që kishte rënë gjesti në atë gjendje tepër të rënd emocionale, psikologjike, shpirtërore që ndodh te njerëzit, unë asnjëherë nuk jam do të thënë, unë kam një moto në jetë që e përdor dhe dua që të gjithë në fakt ta përdorin këtë moto në jetë. Ne asnjëherë nuk duhet të dënojmë asnjëri, ëh. Njeriu ka momente të vështira, ka momente të bukura në jetë, ka karaktere të ndryshme brenda vetes së tij që edhe vetë njeriu nuk i dije që i posedon ato karaktere. Por dhe më thënë gjatë jetës, gjatë situatave të jetës ati i dalin ato karaktere dhe i mësoj që ka një diçka në veten e tij më shumë se sa ai e ka patur më herët. Dhe pikërisht mendoj që Xheneta Fetau ka reflektuar shumë, por duke mos dal nga vetja, dieta e pjesa, dhe mendoj që historia e familjes e ka prekur aq shumë sa që Xheneta sonte në këtë emisionin do të tregoj ekskluzivisht të gjitha gjërat. Do ta ndjekim një herë emisionin në orën 18 dhe më pas me patjetër që unë do të kyçem për ta komentuar se çfarë në thelb ka thënë Xheneta Fetau në intervistën e saj për herë të parë nëse luan topi. Dua të marr mendimin tuaj si e keni parë ju të paktën vetëm këtë promo e cila ka dalur edhe atë syrin e Xhenetës, atë lotin e Xhenetës, sepse unë gjithmonë besoj që syri nuk mund të jetë gënjeshtër apo loti nuk mund të jetë gënjeshtër. Dua të marr mendimin tuaj.